447 të dënuar do të lirohen menjëherë nga burgu. Qeveria miratoi këtë të premte amnistinë penale. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari deklaroi pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave se përfitues janë gra, të mitur dhe të huaj. 447 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm dhe 853 të tjerë ulje dënimi. Ndërkohë, nga shërbimi i provës, amnistohen 5077 të dënuar me masa alternative. Duke nënvizuar se nuk është fjala për tolerancë ndaj krimit, por për mbizotrimin e principit njerëzor, ministri thotë se amnistia afron vendin ton me shtetin social dhe me standardet e Këshillit të Evropës. Duke filluar nga viti 2024, pushohet ndjekja penale për plot 14.000 procedime për vepra të lehta. Objektivi ynë ambicioz është të kemi një sistem që ditë ndëshkojë fort kur duhet, por edhe të jap një shans për të rikthyer në shoqëri. Drejtësia nuk është vetëm dëshkim, por edhe një mundësi e dytë e drejtuar nga humanizmi dhe rehabilitimi. Lamallari përsëriti se nga amnistia nuk përfitojnë subjektet e posaçme të SPAK dhe të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Projekt ligji i amnistisë do të depozitohet në kuvent, ku do të nisë shurtimi në komisionet parlamentare dhe më pas kalon për miratim në seancë plenare.